Britania po përgatit shtretër në shtretër mund të përgatisin sa të duan, mund të përgatisin, Franca, Ushtar, Gjermania. Pavarësisht saj nuk kanë kapacitete, në rast se duan ta provojnë, është një aventurë e cila do t'i marrim qaf ata, Evropën dhe NATO-n së bashku. Pra, në rast se do të kemi një përplasje të çfarë do lloj vendi të NATO-s me Rusin, në çfarë do lloj kapaciteti të jetë ajo. Kjo do të sjellë zhbërjen totalisht të NATO-s dhe zhbërjen e Bashkimit Evropian. Pra ajo NATO që juve shihni sot nuk do të ekzistojë më nesër dhe ky Bashkimi Evropian që neve po vrapojmë kaq shumë të futemi brenda për arsye se ata na duan, se na duan na përdorin për ushtar nesër në Ukrainë, do të zhbëhen shumë shpejt. NATO do të bien si një kështjell prej rëre. Dritan, edhe nëse aty do jenë se hezitimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, le të themi, apo ka dalë të paktën së fundmi nga Der Spiegel, më duket se kishte, që thoshte që ka një telefonat, informacionit cilës ka rrjedhur në media, thuhet që presidentit i është thënë presidentit Zelenski që të ketë shumë kujdes në ditët në vijim, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë trajtuar Ukrainën edhe Europën. Dhe kjo bëhet fjalë në një konferencë ndërmjet presidentit Francës, kancelarit Gjerman, presidentit Finlandës dhe sekretarit përgjithshëm të NATO-s dhe Zelenskit. Pra ky është nga Der Spiegel, i cili parajmëron se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë trajtuar Ukrainën edhe Europën. Nuk e keni idenë sa krenar do ndjej Goebbelsi po të shifte sot median perëndimore, se sa ka përparuar që nga koha e Goebbelsit. Pra këto janë teori goebbelsiane që këta i ndajnë. Është një lojë mashtrimi shumë e bukur që dirigjohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dirigjohet nga vetë SBA-ja, po thua? Absolutisht. Dhe Evropa, duke qenë se është vasale e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aktualisht tashmë totalisht një vasale e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çfarë do lloj gjëje, nuk bën gjë tjetër vetëm se po los rolin e rradhës, të cilën e ka caktuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është shumë e thjeshtë. Po, le t'i marrim të dyja. Pra, në një pikë kemi Ukrainën dhe Zelenskin, në tjetrën kemi këtë Evropën e çmendur që kërcënon për luftë. Ukraina dhe Zelenski, Ukraina e Zelenskit dhe Ukraina me Zelenskin është një entitet i cili është i varur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çdo gjë, edhe për bukën e gojës që kanë sot. Bukën e përditshme që kanë. Për fishekun që përdorin. Po. Për çdo lloj armatimi, municioni, se çdo gjë që ka të bëjë me luftën, me ushtrinë, edhe me jetën civile. Sot është e varur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga paratë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin, nga informacioni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin, nga municioni dhe armatimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin. Pra janë totalisht të varur nga kjo. Dhe në rast se do ekzistonte me të vërtetë kjo tradhtia, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mjafton të ndërprisnin këtë. Pas një javë ushtria e Ukrainës se nuk kanë fishek. Po mbase ky është para emrimi. Shohim, prisni, ta mbarojmë. Pastaj e shohim. E dyta, vim te Evropa. Evropa që los rolin e një të çmendurit që kërcënon që ne do të sulmojmë Rusinë, pra me goditje preemptive, pra paraprake, sepse ne mendojmë se ata do na sulmojnë. Parandaluese. Po parandaluese, quaj si të duash, paraprake, parandaluese. Përja emrin si të duash. Është një lojë e çmendur që po e përdor sërish Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropën në këtë mënyrë, në mënyrë që t'i thonë rusëve, shikoni, pranoni këtë ofertën që po japim neve, sepse neve jemi të arsyeshmit. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e nxjerr veten sikur këta janë të arsyeshmit. Evropa është e çmendur. Ukraina, edhe pse varet totalisht nga neve, nuk e komandojmë dot, pra nuk e menaxhojmë dot, është e pamenaxhueshme. Ndërkohë që nuk ekziston kjo dhe të bëhet kjo që juve firmosni këtë që po ju japim neve, pra pranoni këtë që ju japim neve, se kujt dihet se ç'ndodh nesër me europianët, se këta janë të çmendur, shef do bëjnë luftë me juve, do ju sulmojnë. Pra kjo është e gjitha një lojë dhe një propagandë shumë interesante dhe shumë qesharake që po ndodh. Normalisht në këtë propagandë, në këtë lojë janë edhe rusët, sepse edhe rusëve ju intereson kjo lloj loje, ju merr kohën sa duash, edhe ata paraqiten në opinionin diplomatik botror, sikur janë të hapur për çdo lloj negociate, për çdo gjë, hajde bisedojmë, hajde bëjmë, pra lozin këtë lojtarin e moralshëm që ne s'kemi asgjë, ne jemi të hapur për çdo lloj bisede. Dhe hajde bëjmë biseda pafund, se nuk na prish punë bëjmë biseda. Ndërkohë që e kanë përcaktuar qartësisht që ata do t'i realizojnë të gjitha objektivat e tyre në terren. Pra ata do vazhdojnë luftën pa ndaluar dhe çdo bisedë është e pavlerë. Prandaj them që çdo gjë në këtë mes kemi vetëm dy aktorë, rusët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Zelenski, Ukraina, Evropa janë figurant në këtë teatrin që luhet midis tyre të dyave. Që teatr që deri ku po shkon Dritan, nëse është teatr. Teatr që po shkon sepse atëre pse është nuk është matje forcës dhe fuqie në nuk ka më matje forcës dhe matja e forcës u bë. Matja e forcës ka 3 vjet që bëhet. Pra në rast se nuk e keni kuptuar këtë, atëre më vjen keq se s'keni për të kuptuar mas atë çka për ndodhur nesër. Ka 3 vjet që matet kjo forcë. NATO, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë perëndimi e tentoi këtë forcë dhe e humbi. Sidomos në prej vitit 2023 humbi çdo lloj ofensive që bëri ndaj Rusisë në Ukrainë. Nuk arriti ta ndali, nuk arriti ta mundi, nuk arriti ta kundërshtojë dhe të bëjë asgjë. Dhe vetëm po humb për ditë. Pra, forca u testua. Matja e forcës u bë, nuk ka çam mat më tepër sepse sot Evropa dhe Amerika së Bashkuar nuk kanë kapacitete të tjera ushtarë të japin më Ukrainës që ta mbushin. Ukraina sot nuk ka njerëz që të bëjë luftë. Evropianët nuk janë të gatshëm që të çojnë njerëzit e tyre për të luftuar për Ukrainën, po duan që Ukraina të luftojë deri në ushtarin e fundit që këta të arrijnë objektivat e tyre strategjik. Pra nuk e ka këtë ka mundësi, ka mbaruar ajo çështje. Çfarë ka mbaruar Dritan? Në Pokrovsk fjala vjen. Si është situata? Shikoj, mos shihni se ne juve po merrni vetëm Pokrovsk. Ka mbaruar në Pokrovsk, është sot në duart e Ukrainës, në duart e rusëve. Është në duart e rusëve sot? Absolutisht, në duart e rusëve. Nesër Minogradi, pra nuk bëhet lla vetëm për një Pokrovsk, bëhet lla për gjithë vijën e frontit që është për 1300 kilometrash. Rusët kanë përparime të përditshme. Pra nuk është shaka. Pra, aktualisht po të krahasojmë, unë po ju marr vetëm një krahasim të vogël, vetëm sipas Ukraina Pravda, vetëm në muajin nëntor, rusët kanë marrë 760 km2 territor. Dakor. Por ama, le të marrim luftën që ndodhi në Gaza. 250 është Gaza, km2. 2 vjet. Izraeli me gjithë fuqinë e tij, i mbështetur nga gjithë NATO, bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk arriti ta merrte Gazën dhe nuk arriti ta shuante Hamasin, e cila Hamasi nuk ka asnjë kapacitet që ka sot Rusia. Pra kjo është gjatë. Dritan, pra shumë e thjeshtë. Një pyetje se do kthehemi prap këtu, po më bëri përshtypje që një generali McGregor me çpash, dhe këtë dua thash ta diskutoj me ty. E konsideronte Pokrovskun si, domethënë, për faktin që e kishte marrë sot është në duart e Rusisë, e konsideronte një humbje të madhe për shkak se përfaqëson sipas tij përzaon një nyje qendrore të vijës frontit. A është e vërtet kjo? Shiko, do të kemi gjë parasysh. Aktualisht rusët kanë sulmuar 9 objektiva kryesor, 9 qytete të ndryshme në Ukrainë. 2 i kanë marrë nga këto, pra janë në shtatë të tjera, pra Kupiansku dhe Pokrovsk janë marrë. Çdo lloj objektivi që është duke u sulmuar është një kryqëzim për një zonë të caktuar. Pra, është një kryqëzim për çdo zonë të caktuar. Atje në zonat që zhvillohen luftimi. Nuk është se ka lidhje, po themi, Pokrovski rënja e Pokrovskit me rënien e frontit, se pak a shumë kështu. Jo, nuk ka lidhje rënja e Pokrovskit, pra ka lidhje me rënien e një pjese të frontit. Pra, një pjesë të asaj dhe jep mundësi rusëve të avancojnë më tutje. E qartë. Pra, e njëjta gjë, pra nuk është se po ra njëra nga kjo do bjerë gjithë fronti për 1300 kilometrash. Jo, ishte një, sipas tij, është një nga kolonat e rëndësishme të frontit. Është një, po kolonat janë shumë. E qartë. Ajo është një. Kryesorët janë 9. Pastaj në rast se do t'i ndajnë përfshirë edhe zonat e tjera, shkojnë diku mbi rreth 18-19 pika kryesorë, të cilat rusët i kanë parashikuar në ofensivën e tyre, të cilat kanë nisur, po të shohësh, për të marrim hartat dhe të shohim një nga një zonë më zonë, se si po funksionon, atë do shihni që për çdo pikë rusët godasin një pikë strategjike të shpërndarjes dhe të grumbullimit të forcave, dhe po të shohësh të gjitha pastaj lëvizjet e tjera bëhen rreth kësaj, pra për të eliminuar këtë. E qartë, është strategji. Pra kjo është strategjia e luftës, është normale. Nuk është se ra Pokrovsk dhe ra 1300 km front. Jo, ra një nga pikat e rëndësishme sipas tij. Ra një nga pikat në këtë dhe cila i mundson rusëve që të përparojnë më shumë në Donetsk. Pra, të arrijnë të marrin edhe atë 15% që u ka mbetur pa marrë. Po nuk është vetëm Pokrovski, pra ka edhe 2-3 të tjera të tilla. Kryesorja për rusët është Guliapoli, që është këtu poshtë, edhe është këtu në Zaporizhë, në zonën e Zaporizhës, pra që ku ata kërkojnë të përparojnë. Pasi Donetsku dhe Luhansku është pothuajse marrë, Donetsku do të merret, pra nuk ka në gjë kryesore dhe strategjike për
Ukrainën janë çështja e Zaporizhës dhe Kersonit. Në rast se këto merren, atëherë këto, sepse në rast se ti del mbi Zaporizhë, pra rusët duhet marrin zonën e Zaporizhës dhe marrin edhe këtë. Dhe në rast se marrin këto, atëherë këta prej këtu do të lëvizin njëkohësisht në drejtim të Odesës nesër, sepse të gjitha rrugët që vijnë, pavarësisht se ti je shef, kjo është Moldavia, rrugët kryesore që vijnë nga Kievi për në Odesa kalojnë këtu, në këtë zonën këtej, këtu. Pra në rast se ti e merr këtë, atëherë çfarë bëhet? Të gjitha këto rrugët e kalimit, të furnizimit të Odesës, mbeten nën zjarrin e artillerisë ruse. Pra, deri në 75 km aty dhe po edhe të raketave balistike Iskander që kanë me rrezet mesme veprimi nga 250 deri në 300 km. Pra, sa më shumë territor të marrin, aq më tepër dhe ti komplet zonën e furnizimit, pra komplet vijën logjistike e ke nën zjarrin e artillerisë tënde. Dhe këtu është problemi, pra të kushton më lirë, edhe sot do thuash ti se këta e bombardojnë, po e bombardojnë të rrugë, po e bombardojnë me raketa, cilat kushtojnë me raketa që çojnë nga avionët, me raketa balistike me rrezet gjatë veprim që kushtojnë shumë më shtrenjtë. E duan më shumë kohë të prodhuar. Kurse ti kur e mbulon me artilleri, atëherë e ke shumë më kollaj duke mbuluar për ditë dhe e bën të pamundur furnizimin dhe e bën më të lehtë ecjen e forcave të tua. Pra kjo është ideja e luftës dhe e përparimit në territor. Pra që ti krijosh mundësi forcave tua dhe të krijosh pamundësi të armikut që ai të zhvendosi forca me sasi të mëdha në kohën e duhur që atij i duhen, duke mbajtur atë gjatë gjithë kohës nën presionin e zjarrit tënd. E qartë, drejtën e qartë. Po t'i kthemi atij teatrit që folëm drejtan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas një lajmi, po largohet nga Europa, sepse Europa do të jetë mirë me më pak trupa amerikane. Këto e thot Aleksus Grynkevic, që është një nga komandantët e rëndësishëm të NATO-s. Komandanti suprem i forcave të NATO-s në Evropë, për Evropën. Pra nuk është një personazh periferik. Amerikanët, në realitet, trupat amerikane po largohen nga trupat amerikane janë larguar me kohë nga Evropa, nuk janë larguar sot. Po shkojnë drejt Indo-Pacifikut. Kemi një gjë parasysh, në përfundimin e luftës ftohtë Amerika kishte 300.000 forca amerikane në Evropë. 300.000. 300.000. Në përfundimin e luftës ftohtë. Pasi u shpërbë tratati i Varshavës në 92-shin, amerikanët hoqën dhe lanë vetëm 30.000 forca. 30.000 forca. Dakor? Deri tani ka qenë 30.000. Jo, nuk ka qenë 30.000. Nga 2017 deri në 2021-shin, amerikanët hoqën dhe i kanë lënë diku të rreth 15.000 forca. Pra një divizion kanë lënë sot amerikanët aty. Po. Një divizion amerikan, i cili është më shumë logjistik, shërbime logjistike, nuk përbën asnjë gjë në këtë. Pra se ikën këta 12.000 forca, as ngre pesh, as ul pesh në një përballje nesër me Rusin. Pra 12.000 forca, cilat nuk janë edhe të tëra forca ushtarake. Ajo çfarë po mundohen të bëjnë amerikanët është, siç thash, pra po lozin të teatr në të cilin kanë futur këta dy figurantët, Evropën dhe Rusin, për të lozur të teatr, sepse amerikanët po mundohen që të menaxhojnë fundin e luftës. Aktualisht amerikanët janë të vetëdijshëm që luftën Evropa dhe NATO me Rusin në Ukrainë ka humbur. Pra lufta është e humbur, është e fituar nga rusët. Nuk ka asnjë kapacitet sot që ti t'ia marrësh ato territore që ta kanë marrë. Nuk ka asnjë kapacitet që ti ta detyrosh Rusin të tërhiqet nga këto territore ushtarakisht me forcë. Pra kjo ka mbaruar. Dhe për këtë janë të vetëdijshëm. Amerikanët edhe evropianët janë të vetëdijshëm për këtë gjë. Totalisht. Amerikanët kanë këtë lojë tashmë për të mundur të menaxhuar fundin e kësaj lufte. Sepse në fund fare, pavarësisht se lufta do fitohet në terren, në fund fare sërish do të ketë një tavolinë. Rusët duan ta mbajnë të tavolinë për arkitekturën e re të sigurisë evropiane, ndërsa amerikanët duan që ta kenë këtë tavolinë në fund kësaj lufte për të menaxhuar fundin e kësaj lufte dhe të garantojnë vazhdimsinë e NATO-s dhe ekzistencën e Bashkimit Evropian si bashkim evropian. Pra është objektiv strategjik ruajtja e Bashkimit Evropian. Ruajtja e Bashkimit Evropian, për Shtetet Bashkuara të Amerikës është objektiv strategjik ekonomik. Sepse në rast se Bashkimi Evropian shpërbëhet, atëherë vendet të ndryshme nuk kanë pse bëjnë marrëdhënie ekonomike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po i bëjnë marrëdhëniet e tyre një nga një me shtete ndryshme, me Kinën, me Rusinë sipas interesit. Dhe kjo e cënon ekonomikisht hegemoninë amerikane, ndërsa në rast se ti si funksionon si organizimi i përbashkët si Bashkimi Evropian, me vendim Bashkimi Evropian, atëherë ti je i detyruar që komplet këtë tregtin ta bësh me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra atë tregti që mori përsipër të bëjë Ursula von der Leyen me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra këtu është gjithë problemi. Dhe e dyta, në rast se ti bën marrëveshje, pra shpërbëhesh
dhe çdo shtet bën një marrëveshje nesër me Rusinë, nuk ka rrezik nga Rusia, atëherë ai nuk investon në industrinë e vet ushtarake, nuk investon në forcat ushtarake, por mban një forcë ushtarake aq të mjaftueshme sa ti duhet për të ruajtur territorin e tij nga fqinji. Po jo nga Rusia, ndërsa një bashkim evropian i cili kërkon të militarizohet sepse nesër mund të sulmojë Rusia, ku do t'i prodhojë, ku do t'i marrë këto armatime? Pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës e shohin Bashkimin Evropian të qëndrueshëm për hegemoninë e tyre ekonomike, sepse në rast se këta shpërbëhen, atëherë do t'hy Kina. Para 2 javësh, para 1 javë Macroni ishte në Kinë. Po. Dhe e ftoi i tha në sy Xi Jinping, para gjithë kamera që ftoi biznesin kinez të vitë investojë në Francë. Pra hajde një investoni në Francë. Po. Pra kjo është e frikshme për amerikanët. Amerikanët duan që ta bllokojnë Kinën në Azi, ndërkohë që Macroni thotë atyre hajdeni në Evropë. E kuptoni se ç'ndodh nesër me shpërbërjen e Evropës? Për këtë arsye amerikanët duan patjetër që ta mbajnë Evropën të bashkuar dhe që të qëndrojë Evropa e bashkuar dhe të ketë një mundësi gazi është edhe ekzistenca e NATO-s. Në rast se njëra nga këto shpërbëhet, tjetra do të shpërbëhet dhe amerikanët janë humbësit më të mëdhenj në këtë pikë. Jo se do të vinë rusët, nuk vinë rusët këtej. Nuk kanë rusët ç'a bëjnë në Evropë, nuk e duan Evropën për asgjë. Ty afalësh sot nuk jam i bindur që nuk duan ta shohin në Evropën dhe duan t'ia dinë për të. Sepse nuk mund ta mbajnë Evropën. Rusia sot nuk funksionon në bazë të ideologjisë politike, partijake, pa siç kishim atëre komunizmin ose socializmin. Në vendet socialiste nuk ekziston më kjo. Nuk është më Bashkimi Sovjetik. Shumë tezë interesante kjo e Macronit. Absolutisht. Që po i hap portat Kinës. Po shkoi e tha, e dëgjuam të gjithë. Pra nuk është se po e them unë. Para 2 ditëve. Para 2 ditëve po. I tha, hajdeni dhe investoni në çfarë në teknologji. Neve jemi të hapur që ju të ngrini. Duhet ka përcejmë diferencat e mëdha. Mendimin tuaj. Pra nuk vajti Strokiti në Amerikë, ti thoshte ka vajtur sa herë në Amerikë dhe nuk i tha Trumpit hajde në investoni të kapërcemi diferencat që kemi me Kinën dhe në Rusinë. Jo, po shkoi tha Kinës hajde të kapërcemi diferencat, po diferencat me kë? Ndërkohë që SBA-ja kërkon izolimin e Kinës. Pra, prandaj po them që këtu është ky problemi dhe prandaj Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen ta përdorin Evropën dhe Ukrainën për të bërë atë control damage. Pra, një dëm i të kontrolluar. Pra dëmi është bër, u bë. Dhe tashmë hajde ta mbajmë të dëm në mënyrë të kontrolluar që të mos shkaktojë dëm më të madh, sepse ndryshe do të çojmë në zhbërjen e këtyre 2 entiteteve, NATO-s dhe Bashkimit Evropian, dhe kjo do të thotë fundi hegemonisë amerikane në Evropë dhe në këtë pjesë të botës. Dritan, ne po të hapim këtë, po do ta lë për herës tjetër këtë diskutimin se dua që ta kuptojmë këtë si mund të reflektohet në Ballkan, kjo se ka patur kryetari republikani në Komitetin për Europën Keith Self, i cili ka vlerësuar se Ballkani, përveç Ukrainës, që është në pushtimin rus, është rajoni më i paqëndrueshëm në Europë, sipas Dhe ka të drejtë në këtë aspekt që Ballkani është rajoni më i paqëndrueshëm në Evropë, për arsye se kemi probleme territoriale të pasgjidhura, kemi probleme etnike të pasgjidhura, kemi probleme që kanë të bëjnë me çështje jetësore të ekzistencës të popullit, kryesisht të popullit shqiptar në Ballkan. Do të diskutojmë herë tjetër Dritan. Ajo që ka ndodhur, unë vetëm do të them, ajo që ka ndodhur është turpi më i madh që ka ndodhur pardje dhe dje në Republikën e Shqipërisë dhe që po vazhdon të ndodhe sot është që treguam që nuk kemi asnjë ndjesi për interesin kombëtar. Neve përdorim interesin kombëtar vetëm kur kemi mundësi për të përfituar prej tij. Kongresin Amerikan është mbajtur pardje një seancë e posaçme për çështje të shqiptarëve në Preshevë Medvegjë dhe Bujanovc, ku kongresmenët amerikanë kanë mbajtur ka dalë një komision para Kongresit Amerikan dhe ka raportuar që shqiptarët dhe të drejtat e shqiptarëve në Preshevë Medvegjë dhe Bujanovc po shkelen nga Serbia, është folur për çështjen e pasivizimit të adresave, për cilin ti ke folur shpesh këtu. Dhe është folur në Kongresin Amerikan, është mbajtur 4 orë në Kongresin Amerikan me dyert hapura, e dhënë nga mediat amerikane, ndërsa mediat në Shqipëri nuk e ka dhënë asnjëra, nuk është marrë asnjëra të merret me këtë, dhe shteti shqiptar jo vetëm që nuk ka reaguar ndaj këtij veprimi që bëri Kongresi Amerikan për mbrojtje të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc, të drejta të cilat me kushtetu duhet i mbrojë qeveria shqiptare dhe Presidenti i Republikës së Shqipërisë, kanë të drejtë, nuk e kanë bërë, por ç'a bën dje në mbledhjen e OSBE-s, ministria e jashtme. Kemi një ministre të jashtme që kemi tashmë, këtë kukullën që kanë çuar atje, këtë antaren e haremit të Ramës. Kjo thotë që duhet të njihet Kosova, ndërkohë që nuk foli asnjë fjalë. Është ministra e jashtme Dritan. Po le të jetë ministra e jashtme, është pjesë e haremit të Ramës.